Të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, do të flasim për situatën e politikës dhe të sigurisë. Çfarë po ndodh atje? Kemi të ftuar zotin Flamur Hyseni, profesor në Fakultetin Juridik në Prishtinë. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje zoti Balla, faleminderit shumë. Faleminderit. Profesor, pak ditë më parë, kryeministri Albin Kurti mblodhi Këshillin e Sigurisë edhe dha informacione duke ngritur alarmin për sulme të mundshme për një skenar destabilizimi nga Serbia, por apo përdoret ky mekanizëm, pra kjo retorik për mbuluar dështimin në mosformimin e qeverisë së re? Mbase mund të shihet ashtu, sepse veprimet politike nga njerë në fazat e tranzicionit, zakonisht kur qeveria tani është me mandat të përfunduar, mund të duket ashtu, por aspektet e sigurisë janë mjaft serioze në raport të Kosovës me Serbinë, kur dihet që Serbia ko pasojë ka bërë provokimet e tilla dhe nuk ka mbet vetëm në nivel të provokimit, sepse ka pasur veprime konkrete, siç është sulmi i fundit në veriun e Kosovës, në fshatin Banjska, atje dhe janë parë skenarë e ndryshëm dhe veprimet që ndodhen atje dhe reagimin e shtetit Kosovës përmes institucioneve të sigurisë, policisë Kosovës në këtë rast. Prandaj këtë duhet parë në dy aspekte. E para mund të reflektojë ashtu që duket si sjellje politike për shkak kësaj fazes së tranzicionit, por e dyta, ne që e shohim realitetin çdo ditë këtu, aspektet e sigurisë duhet i marrim shumë serioze, sepse pikërisht pas asaj ka dhe tentime tjera, siç kishte në qytetin e Gjakovës me agentët, të cilët ndodhi atje arrestimi ose kapja e tyre e suksesshme. Prandaj çdo aspekt në raport të sigurisë me Serbinë duhet merret seriozisht. Edhe pse konteksti historik dhe politik i Kosovës në këtë aspekt të sigurisë është pak më specifik në raport me dimensionin e sigurisë, nëse shihet për shtetet tjera për rreth, për shembull Shqipëria, nuk ka këtë problem, Maqedonia nuk ka këtë problem, Malizi nuk ka këtë problem, ndërsa në Kosovë ka dhe një prezencë ndërkombëtare të sigurisë, që është misioni i KFOR-it përmes mandatit të tij në Kosovë që vepron me autorizimet e NATO-s. Profesor, ju në çfarë niveli do ta vendosnit alarmin, nisur edhe nga rastet e fundit të serbëve të arrestuar, por disa prej këtyre gjykata i ka liruar? Po, gjykata nuk mund ta mbajë asnjëherë nëse nuk ka prova të mjaftueshme, nuk ka dyshim të bazuar. Prandaj këto janë veprime procedurale të organeve të drejtësisë. Por në aspektin e sigurisë, unë e shoh shumë serioze çdo veprim dhe çdo nismë të qeverisë, kur është në pyetje raporti me Serbinë dhe tentimet që mund të bëhen nga Serbia në territorin e Kosovës. Po, përsa i përket metodave, pra kemi vazhdimsi të njëjtës metodë, kamuflimit si Pelegrin, nëse marrim edhe rastin e fundit, apo mundet që kemi edhe diçka, një surprizë në një aspekt tjetër, pra një skenar tjetër nga Serbia. Çfarë mendoni, ku mund godas? Nuk përjashtohet mundësia, Serbia ka bërë veprime të tilla me grupe paramilitare, siç quhen, ose me grupe të orkestruara që të destabilizojnë sigurinë në pjesën veriore të Kosovës. Prandaj përgjigjja e menjëhershme çdo qasshme e institucioneve të sigurisë Kosovës është mos e duhur. Përveç listës serbe, mendoni që realisht ka ndikim Serbia, Radojići që është ende në liri në kërkim, edhe tek pjesa tjetër e komuniteteve, duke ndikuar që mos futen në qeveri? Mund të ketë tentime, por nuk besoj që mund të ketë sukses në ushtrimin e ndikimit tek pjesëtarët e komuniteteve tjera të cilat përfaqësohen politikisht në kuvendin e Kosovës. Kjo është treguar për këto 25 vite në Kosovë, që prej se ekzistojnë institucionet e themeluara nga viti 99-2000, dhe kjo është dëshmuar deri më tani që komunitetet tjera, përveç pjesës politike prej se është themeluar lista serbe, që ka pas tentim për destabilizim dhe luajtje të rolit dekonstruktiv, komunitetet tjera kanë qenë lojale ndaj Republikës, kanë qenë lojale ndaj rendit juridik dhe politik të Kosovës dhe nuk ka pas asnjë problem. Profesor, keni një projekcion si do të jetë qeveria e re?
do duhej të ndodhte që të arrijej një shumicë parlamentare. Seanca është caktuar me datë 15 prill, dhe deri atëherë e vëren që ka pas vetëm një ftesë nga grupi më i madh parlamentar për bashkë biseduar për gjetë një mundësi bashkëpunimi me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por ndodhi që përgjigjja ishte negative dhe mos pjesëmarrja fare në takim. Shohim në ditët në vijim që do të ketë komunikim dhe sigurisht do të ketë ftesa nga grupi më i madh parlamentar, në këtë rast Lëvizja Vendosje, për partitë tjera për të parë mundësinë e arritjes së një marrëveshje për të siguruar shumicën e nevojshme parlamentare, që është 61 deputet, për të propozuar një kandidat për kryeminist për të formuar qeveri. Mendoni që edhe në këtë situatë Kurti mund përfitoj duke u shfaqsuar për të fituar pikë, që është opozita ajo që nuk do, vetë nuk bashkohet, por as nuk do që të përfshihet me vetëvendosjen? Në rrafshin politik mund ndodh kjo, sepse në politik është dëshmuar deri më tani që gjithçka është e mundshme, por për rrethanat çfarë është Kosova si shtet, për rrethanat çfarë Kosova është në raport me zhvillimet rajonale dhe më gjerë, do duhet të formojë një qeveri sa më parë që të jetë e mundshme për gjatë muajit prill. Edhe nëse nuk ndodh në ditën e seancës konstituive, që është 15 prilli, do duhet ndodhte gjatë këtij muaji dhe të përmbyllej formimi i degës së ekzekutivit dhe të ketë shteti i Kosovës kapacitete të plota të veprimeve tutje, kur dihet që bashkësia ndërkombëtare ndërmjetësuesit BE në këtë rast kërkon në vazhdimsi që dialogu të vazhdohet me Serbinë. Zoti Hyseni, a mendoni që Kurti do ta shpëtojë një fraksion nga LDK-ja që mund t'i bashkohet, edhe çfarë roli mendoni që mund të ketë këtu Vjosa Osmani? Momentalisht kërkohen, nëse komunitetet pakicë do të jenë pjesë e qeverisë, dhe besoj që do të jenë, sepse tradicionalisht dhe historikisht në formimin e institucioneve ka ndodhur një gjë e tillë, deri më tani dhe fundja nuk kanë interes komunitetet të jenë jashtë degës së ekzekutivit. Unë besoj që 2-3 deputet do të gjenden dhe të krijohet një shumicë minimale për 61 deputet. Mund të ketë role edhe më gjera, mund të luajë rol, por nuk e shoh që presidentja Osmani në këtë rast do të lëshohet në veprime politike që të ndihmoj krijimin e një shumice të nevojshme për të formuar qeverinë, sepse do të qëndrojë në kompetencat e saj kushtetuese dhe institucionale, dhe unë besoj që nuk do të ndodhë një ndikim i tillë, por do të gjendet një opsion për të krijuar shumicë. Kurti te kjo skem që mundet, do t'i leverdiste më shumë që Osmani ta kishte edhe një mandat të kyçur në presidencë, apo ta kishte në terren përballë? Shikuar institucionalisht, do të ishte më e përshtatshme që mbetej në institucionin e presidentës. Por provokimi i situatave për të dërguar vendin në zgjedhje të parakohshme do të ishte një situatë tani më vetëm se e paparashikueshme në rrjedhat politike se çfarë mund të ndodhte, sepse ajo do të impononte në këtë aspekt edhe ndryshime të mëdha në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Zoti Hyseni, a ka shanse të ndryshojë mandati i UNMIK-ut? Mandati i UNMIK-ut ndër vite është ndryshuar dhe ai si institucion vepron me një bazë në rezolutën 1244 dhe tani de facto nuk ka ndonjë rol në territorin e Republikës së Kosovës, ndërsa vazhdimi i qëndrimit në fuqi të rezolutës 1244 është e rëndësishme për Kosovën vetëm për komponentën e sigurisë dhe mandatin e KFOR-it që është i papërcaktuar në veprimet e tij në territorin e Kosovës. Kjo është e rëndësishme për Kosovën. Aspektet tjera administrative, civile dhe prezencës ndërkombëtare jo ushtarake nuk kanë ndonjë relevancë në Kosovë përveç që mund të ndihmojnë në ndonjë projekt reformave në administratë e aspekteve tjera. Profesor, ju lutem edhe një pyetje të fundit. Kam Shëbaja, Gjermania, Anglia, Britania e Madhe kanë përcjellje për qeverinë e re për të konstituar sa më shpejt. Nga ana tjetër, presidenti Macron gjatë takimit me Vučićin ka treguar edhe një herë faktin e normalizimit, pavarësisht se Serbia e shikon Francën ashtu sikur
ju dhe shumë shqiptar e din raportin mes tyre, por çfarë do ndodh me një qeveri të re, me qoftë do të marrim një shembull hipotetik, me Kurtin në këtë presidencë dhe në këtë situatë tani të Shtetet Bashkuara, kanë fjalën, të epokës së dytë të Trumpit, me dialogun, por edhe jo vetëm. Fillimi i epokës së dytë të Trumpit gjithandaj botës po shihet pak me rezerva edhe nga europianët, edhe nga shtetet kyç të Bashkimit Evropian, sepse këto veprimet e këtyre 3 muajve që prej se erdhi në mandatin e tij të ri, po vërehet që ka një ndryshim në spektrin ndërkombëtar. Se si do ta gjejë Kosovën dhe qeverinë e ardhshme kjo, është vështirë e parashikueshme, por unë nuk pres që Kosova të jetë në agendat e administratës Trump, sepse zhvillimet në lindje dhe zhvillimet tjera të marrëdhënieve BE-SHBA dhe ose SHBA-BE e bëjnë që Kosova të mos jetë pjesë kyçe në agendën e politikës jashtme amerikane. Prandaj specifikat e krijimit të shtetit Kosovës, zhvillimit e tij dhe mbështetjes së tij të domosdoshme nga SHBA janë më ndryshe se sa marrëdhënia e SHBA-ve dhe raporti i saj me zhvillimet tjera ndërkombëtare. Prandaj unë besoj shumë që do të jetë një kujdes special në rritjen e shtetit të Kosovës, jo në imponime dhe në presione të vazhdueshme. Ne e pam edhe përvojën e këtyre 4 viteve të kësaj qeverie në raport me SHBA. Kishte në vazhdimsi tentim për tensione, por asnjëherë nuk ishte veprime. Kosova vazhdon të jetë në masa të BE-s, vazhdon të ketë një qasje pak më ndryshe, por gjithmonë ajo është bërë për ta mbajtur në një farforme nën kontroll Serbinë, në një kontroll diplomatik dhe një tërheqje joshje drejt perëndimit ose drejt procesit euro-atlantik. Pra Kosova këtu është dëmtuar me vendosjen e masave, por gjithmonë është ditë saktë që BE ka pasur këtë sjellje, ndoshta edhe SHBA ka pas kohë në raport me Serbinë që mos ta tërheqë Rusia më tepër, por ta mbajë në linjen euro-atlantike. Profesor, ju lutem edhe diçka, po ne mes vetes si jemi? Shqipëri-Kosovë. Po. Për këto 4 vite nuk është dukur një raport ndoshta më i miri që kishte mund të pritej të ndodhte, por unë më tepër e shoh betejë protagonistësh, edhe kryeministrin Rama, edhe kryeministrin Kurti, e shoh si betejë protagonistësh për të qenë i parë në hapësirën shqiptare, i parë në hapësirën kombëtare shqiptare. Prandaj kjo është edhe një nga ato të metat e mëdha të leadershipit shqiptar, i cili nuk ka arritur ti të i kaloj për këto 30 vitet e fundit, mbase 35 vitet e fundit që edhe Shqipëria dhe Kosova jetojnë në ambiente demokratike. Shiku këtu edhe historinë edhe më hershme, pra kjo si duket është një trashëgimi jo e mirë e leadershipit kombëtar shqiptar. Këto betejë për protagonizëm vetëm sa e dëmtojnë kredibilitetin e dyja shteteve. E njëjtë po ndodh edhe me leadershipin shqiptar në Maqedoni. Kush do të jetë i pari? Pa i tash nuk do duhet të ndodhte gara fare, se kush do duhet të jetë i pari, pra do duhet të jetë një bashkëpunim i shkëlqyeshëm, sepse kombi shqiptare ka specifike me ti në raport me çdo komb tjetër në Evropë, madje edhe më gjerë, por sidomos në Evropë, jeton në 5 shtete, pra shumica e kombit shqiptar jeton në Shqipëri dhe Kosovë dhe pjesë tjera në 3 shtete tjera, pra në një farforme i bie që shqiptarët kufizohen me vetvete. Pra shqiptarët kufizohen me shqiptarët dhe prandaj nuk do duhet të jetë një luftë protagoniste mes 2 liderëve të 2 partive më të mëdha shqiptare në këtë rast dhe 2 liderëve institucional, udhëheqës, do të janë kryeministra 2 shteteve ku ka shumicë shqiptare, pra Shqipëria nuk e ka këtë konstruksionin kushtetues me komunitete e aspekte tjera që e ka Kosova, por Kosova në kushtutën e saj e ka, por gjendja faktike është ndryshe, mbi 95% që shkoi punë bardhë. Faleminderit.